Skënderbeu ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt finales së Kupës së Shqipërisë në volejboll për femra, duke mposhtur Tiranën 3-2 në gjysmëfinalen e parë. Pas një ndeshjeje të luftuar, korçaret fituan setin e parë 25-16, ndërsa Tirana barazoi 16-25. Sfida vijoi me emocione, me setin e tretë 25-23 për Skënderbeun dhe të katërtin 20-26 për kryeqytetaset. Gjithçka u vendos në setin final, ku vajzat korçare triumfuan 16-14, duke marrë një avantazh të rëndësishëm për ndeshjen e kthimit. Ndeshja shkoi shumë mirë, drejt me thënën e dim që ekipi ka përmirësim, po nuk pretendonim që të vinim kaq larg. Megjithatë, ajo që unë kam thënë dhe më përpara, ky ekip ka kapacitetin e rritjes shumë të madh, edhe kjo tregohet dita ditës. Nuk e di se sa mund të shkojmë, por besoj që i rushja e këtij kampionatit besoj se po vjen. Një ekip i ringritur pothuajse nga e para, pritshmëritë e këtij sezoni. Kur e kam nisur sezonin, kam qenë me 5 vajza të vogla, ku mosha mesatare ishte diku 16 vjeç. Një ekip pa asgjë, ju e dini çka ka ndodhur sezonin e kaluar. Megjithatë, kjo puna jonë bëhet me pasion dhe me dëshirë, të cilat nuk na mungojnë, po ashtu jetojmë në një qytet voleboll dashës dhe ku njerëzit e dashurojnë, e duan dhe kuptojnë voleboll. Kështu që kjo është e gjitha, ne jemi Skënderbeu, ta shijojmë këtë fitore, po kemi shumë beteja të tjera përpara. Ishte një emocion shumë i madh sepse ishte ndeshje rivalizuar nga të dy akrat dhe ishte pik më pik, çdo pik ishte një emocion shumë i madh për ne. Dhe ne u munduam, luftuam edhe ky ishte rezultati. Është një ndjeshi shumë e mirë sepse duke ditur që Tirana është një skuadër e fortë dhe ne u përballëm me to edhe bëmë një ndeshje fantastike, duke ditur që edhe fansat tonë edhe të gjithë na mbështetën. Edhe kjo është një drejt fitores, po edhe ne kemi luftuar me zemër dhe ja dolëm, edhe në fund shfaqet se kush është skuadra që fiton më e mira. Me këtë fitore, Skënderbeu hedh një hap të rëndësishëm drejt finales, por gjithçka mbetet e hapur për ndeshjen e kthimit. Dueli me Tiranën pritet të jetë sërish një betejë e fortë për një vend në finalen e Kupës së Shqipërisë.